të ftuar kemi zotin Rerbeza nga Lëvizja Vetëvendosje. Faleminderit shumë për kohën, fillimisht. Faleminderit për juve. Qytetarët e Fushë Kosovës nuk e ndonë dot mendjen qysh në raundin e parë, duke i radhitur partit në këtë që sapo e thash me këto numra që aktualisht i kemi nga KQZ. Si e pat rezultatin fillimisht? E pritët? Për kundrazi mendoj ndryshe, qytetarët e Fushë Kosovës e kanë dhënë menën për me ndryshu qeverisjen në Fushë Kosovë, sepse siç e keni po me bazë të rezultateve, fronti opozitar që i bjen, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike, Aleanca këto, janë mbi 60% të votës së qytetarëve të Fushë Kosovës, e që i bjen një ndëshkim për pushtetin aktual. Qytetarët janë për ndryshim, sa për sqarim. Tash kush i pari i dyti, në kuptimin nëse merret relacioni mes të parit dhe të dytit, po. Megjithatë, nuk është shkryme herën e parë. E lanë që të vendosej edhe në një datë tjetër, nuk e përfunduan me të parën. Nuk e përfunduan me të parën, mirë po vota qytetarë është për ndryshim. Mbi 60% të qytetarëve kanë vendosur që të ndryshohet pushteti aktual në Fushë Kosovë. Mund ta quajmë këtë rezultat, po them, historik, duke qenë se janë mbi 20 vite qeverisje e LDK-s, ku çdo herë është renditur e para atje, madje ka fituar pa balotazh, dhe këtë herë në zgjedhjet e 2025-s kemi një radhitje tjetër, LDK radhitet e dyta në bazë të rezultateve që kemi deri më tani dhe vetëvendosja e para në Fushë Kosovë. Po, është rezultat historik, sepse nuk ka më bastion në Fushë Kosovë, për plan programi ynë, qasja ynë me qytetarët, përcjellja dhe vazhdimësia konsistente që secili problemi qytetarëve të i ofrojmë zgjidhje, e ka bërë që qytetarët na shohin neve si alternativën kryesore për ndryshim në Fushë Kosovë. Dhe ky largimi i pushtetit aktual ndër vite nga hallet dhe telashet që i kanë qytetarët e Fushë Kosovës, mbyllja vetëm në zyret dhe menaxhimi i komunës vetëm nga zyret, ka ofruar një situatë cilën e ka Fushë Kosova tani, një kaos total. Por qasja jonë komplet e strukturës opozitare në Fushë Kosovë ka bërë që të zgjohen edhe qytetarët që të na shohin si alternativë. E përsëris edhe një herë, vota qytetarëve të Fushë Kosovës është për ndryshim, edhe kjo do të manifestohet edhe me zgjedhjen e 9 nëntorit, ku do të fitojmë bindshëm, jemi të bindur për këtë, sepse kemi vetëm një diferencë të vogël për mos përfundimin në raundin e parë, e që është diferenca afër ose më të them afër 10% nga i dyti, por që në raundin e dytë besoj fuqishëm që do ta përmbyllim me sukses dhe do të fillojmë në qeverisje të re në Fushë Kosovë me ekspert të Fushë Kosovës, me njerëz të ri, cilët do t'i ofrojnë zgjidhje secilit problem të secilës lagje në Fushë Kosovë. Rebreza, duke parë rezultatin edhe përqindjet aktualisht që i kemi nga KQZ, janë diku 9% që jeni mbi lidhjen demokratike të Kosovës. Pse mendon se nuk arritet ndoshta, se ku stagnuat, ku qëndroi problemi që ndoshta nuk u bë me të parën, meqense edhe diferenca nuk është shumë e vogël. Kemi në përqindje i bie 9000 në vota, më pas kjo përqindje i bie 9529 vota, derisa 7730 vota është përqindja e zotit Besnik Osmani, që diku nëse i përkthej në vota janë pothuajse 2000, 1900 e ca. Unë nuk e kisha qujtë të stagnim, kjo është sukses. Qytetarët kanë vendosur kështu, e respektoj vullnetin e qytetarëve, po më duhet ta përsëris, nëse i mbledh me ta zëm 9529 vota për mua, 3392 për kundër kandidatin nga Partia Demokratike Rahimin, ose 250 vota të Vildanës dhe 208 vota të Hasan Ismailit, i vjen mbi 64-5% të qytetarëve të cilët kanë vendosur për ndryshim. Kjo është dashur mu po në këtë mënyrë, që qytetarët e Fushë Kosovës janë për ndryshim. Dhe çfarë ka ndikuar? Të bëjmë edhe një krahasim. Kemi të bëjmë me votat për kandidat, kemi të bëjmë dhe votat për asamble. Përveç këtij suksesi të kësaj gare, kemi edhe suksesin në garën për asamble komunale, ku prej 6 asamblejistave Lëvizja Vetëvendosje pritet të marrë afër 11 po mund ndodhë që të 12 asamblejës, 2 fishim. Tani kemi edhe... Po, që i bjen 2 fishim të numrit të asamblejistave në asamblejën komunale, e që nuk kupton që lista jam fituese ka qenë suksesshme, sepse kemi 2 fishim të votës edhe të asambleja komunale,
kryesisht të kunës si kandidat i bjen dikon nëse krahasohet me vitin 2021, është dikon 132% rritje e votës. Që në nivel vendi nuk ka ndodhur, po kjo është alternativa që kemi ofruar këto javë dhe muaj. Kësoj konsideroni të